Bile edhe për zeqatin. Kështu ka thënë Allahu në Kur'an, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bihi." O Muhammed, shko njerëzve të reqa vërejtjen dhe të regoj se Zoti e ka bë obligim ata që kanë pasuri me ja marrë zeqatin. Mere zeqatin, mere dhe sadakaon, për çka o Zot li të tahin ta pastrojsh atë njeri. Se njeriu në esencë është koprac. Ka qef grumbullohet, e tash ti grumbulloma dush edhe nxerrje, marrje edhe nxerrje. E ki pa ato kompani që ka bojnë hyrje dhe daljet. Nuk ka vetëm se hyrje, duhet dhe dalje. Në fund të muajit, rrymën, ujin, punëtorin, qirajin, shumë procedura. S'ka shansa vetëm me marrë. Edhe këtu, ki marrë prej Allahut shumë pasuri, shumë gjona. Duhesh edhe ti kthesh. Edhe zeqati sadakaja kthe paskan. Ka arë me këtë qëllim tuzakkihim. Në gjuhën arabisht teski i thonë më të pastru, më të gdhenj. Gdhendje e ka qëllimin kur njeriu ka nyje. Në vetën e vet e gdhen dhe e pastron. Jo vetëm për këta, po jashtë ka thotë Allahu në Kur'an edhe për kurbanin, thejre e kurbanit. Len yenal Allah luhumuha wala dima'uha walakin yenal taqwa minkum. Allah i madhuruar nëpërmjet kurbanit, që thotë tyje e kjo obligim me thirr kurban. Tek Zoti nuk arrin gjaku e as lëkura edhe mishi, te Zoti arrin devotshmëria e mbrëmshme. Pse thot Zoti, do më ta moni sasi të parës tyje, më të diku nga mrena. Se njëri duke marrë, dhe mos jap, bot egoist. Bot enanie, vetvetiju. Nuk di me menu për rrethin dhe shoqërien. Zoti nuk ka adhurim fe që nuk manifestohet dhe nuk urzohet me lëmosh, me sadaka dhe me zeqat. E vetëm në qëllim, para 1400 vetëve, ky institucion që i shoqërisë apo socialit u ka ngritë dhe ndërtuar në islam. Para 1400 vetëve. A gjëron po, duhet sadaka të vitër, me mbledhat pasurien edhe me dhon të varfër fukarave. Kjo rol e lunë sot, cëda, sektori social. Islami pimoti e ka, para 1400 vetëve. Edhe i klasifiku, edhe i ka rëndit, kush janë kategori njerëzve që duhet me dhon këtyre. Jo vetëm se edhe me marë, po duhet edhe me dhon. Këtë qëllim e ka, më të pastru tyje, më dëlir tyje, më të bo maj sinqert dhe maj pastë.